Cila është pikpamja juaj, a u hoqën masa të Dikushini për shkak se kryeministri Albin Kurti lëshoi pe në çështjen e zbatimit të ligjit për të huaj? Po, natyrisht që u hoqën për atë punë, po me që unë kam studiu me vitet të tëra politikën e Bashkimit Evropian karshi Ballkanit dhe përkatësisht Kosovës, unë mendoj që kjo formë si po i hjek Bashkimi Evropian masat për mua, po e them kështu pa diplomaci, është forma më e turpshme. Domethënë mesazhi është që Bashkimi Evropian mund të na i heqë masat sanksionuese nëse legalizojnë dokumentet e Serbisë brenda territorit të Kosovës. Por unë kam një çështje tjetër. A do të ishte më mirë të kishte masa ndaj Serbisë e cila lëshon dokumente për territorin e Kosovës, domethënë. Dhe nëse Bashkimi Evropian me rezolutën e shtatorit 2010 dhe me dialogun që ka filluar 2011 para 15 viteve, ka marrë si objektiv normalizimin e raportit. A është kjo forma që mund të normalizohen raportet kur Bashkimi Evropian vjen dhe thotë legalizoni dokumentet ilegale të Serbisë? Sepse ky Bashkim Evropian pyetja është, zoti Dikushini, për ta bërë edhe pak interaktive, mund të refuzosh, pra kryeministri Kurti nuk e refuzoi, pranoi një gjë të tillë. E pranoj, por të jeni sigur dhe ne jemi këtu me mbani për fjale, serbët prapë do ta problematizojnë mas një viti, sepse ajo është e afatizuar dhe mirë që është bë. Ndoshta kjo është ajo pjesa e mirë, po serbët gjithherë do të shpikin sepse e kanë doktrinën e tyre viktimizimin. Dhe kjo strategji domethënë e viktimizimit pa kufishëm, në kohë kur vendos pastrimi etnik në luginën e Preshevës, që regjistrohen njerëzit dhe ju pa mësuar çdo dokument, Bashkimi Evropian nuk ka as sy, nuk ka as vesh. Bashkimi Evropian nuk ka as sy as vesh kur edhe shqiptarëve u mohohet gjua shqipe në Maqedoni. Dhe sa thonë serbët që vdeqëm krizë humanitare nëse i marrim targat e Kosovës, Bashkimi Evropian çon këmbë dhe kjo është ideja që po i ndihmojnë të fortit. Çfarë kuptimi ka? Për çfarë vlera flet Bashkimi Evropian, nëse në shekullin 21 dhe 15 vjet dialog, akoma flasin për çështje bazike, i jep mjete Serbisë dhe Serbia ato mjete i financon strukturat paralele. Me këtë stil, edhe Miloševići do punon, domethënë. Dhe krejt ideja është, domethënë, që a do të financonte Bashkimi Evropian. Për shembull, nëse në Danimark për gjermanët Gjermania lëshon dokumente. Domethënë, këta evropianët e kanë gojën sundim të ligjit, e rregulla, e çështje juridike. Po kur vjen Kosova, gjithherë kërkojnë që serbët mos paguajnë rrymë, serbët mos paguajnë ujë, serbët mos kenë targa, serbët këtë. Dëgjoj, është bë më tepër se bajar për gjeneratën time. Me këtë strategji do